Zhvillimi i turizmit në zonën e Gjirokastrës ka nxitur fermerët në zonat rurale për të çelur aktivitete të turizmit familjar, të cilët për të mbijetuar ka nevojë për mbështetje dhe subvencionim nga shteti. Në fshatin Nepravisht, familja Shyti prej disa vitesh administron një aktivitet turistik me të cilin siguron të ardhurat e përditshme. Pjesë e tij është kampingu i ndërtuar në mënyrë tradicionale, një fermë për rritjen e kafshëve dhe shpendëve edhe kultivimin e prodhimeve bujqësore bio e të tjerë. Fermeri Gëzim Shyti shprehet se turistët janë të interesuar për t'u akomoduar, ndërsa preferojnë vlerat natyrore si dhe kulinarinë e zonës. Ushqime tradicionale bio të fshatit. Shikojnë në teren, blektorin, duan kanë qejf të shikojnë lopët, delet, pulat. Shumë mirë të, bravo. Na pëlqen shumë. Edhe ushqimit si të tillë. Pjesa më e madhe e turistëve janë të huaj dhe i tërheqin aktivitete të tilla që promovojnë vlera natyrore, si dhe traditat e fshatrave të Gjirokastrës. Të gjitha kanë ardhur kanë njerëz të kënaqur. Ja këta që kanë ardhur tani do ditë deri një javë. Nga nuk vinë, nga Spanja vinë, nga Gjermania vinë, Amerika kanë ardhur. Gjermani, nga vendet nga Holanda. Për ecurinë dhe mbijetesën e aktiviteteve turistike në fshatra, fermerët kërkojnë mbështetje dhe subvencionim nga strukturat shtetërore. Po të mundohem, po ndonjë çik. Ndonjë ndihmë nga shteti nuk se përballet. Ka shpenzime. Aktivitetet e turizmit në zonat rurale pasurojnë hartën e vizitueshmërisë së Gjirokastrës, duke i bërë më interesante itineraret dhe udhëtimet turistike.